Është e vërtet se ka pos tendenca edhe për me bo tension e presion, edhe prom deri në orët e hershme të mëngjesit ka pos lëvizje të makinave të cilat janë raportuar në polici. Pjesa dërmuese e tyre kanë qenë me zerone. Kolega. Kalum Shëqmir, i përshëndes. Sot të trajere, a më ndërim pak më për... Po, pa problem. Hajde, Rish, hajde. Ata do. Ups. Edhe një herë, mirëmëngjesi dhe faleminderit gjithëve për kur do që vlerësoni se jemi gotën. Mirëmëngjesi e faleminderit gjithëve për angazhimin, punën shumë të vlefshme e të respektueshme që keni bën vazhdimsi, që jeni duke bërë sot. Është ditë e rëndësishme për qytetin e Mitrovicës, për qytetarët e Mitrovicës. Qytetarët e Mitrovicës e shprehin vullnetin e tyre të lirë në këtë ditë dhe vendosin për qeverisjen e ardhshme të tyre në 4-vjeçarshin e ardhshëm. Unë bashkë me Dionën, sot në shkollën fillore Trepsha, votuam e
realizojmë drejtën tone dhe i ftoj gjithë qytetarët e Mitrovicës që ta realizojnë të drejtën e tyre të votimit sot në mënyrë të lirë dhe të vendosin për të ardhmen e qytetarëve dhe qytetit tonë. A besoni zoti Tahir që do të ketë votim të lirë, të marrë parasysh në raundin e parë kemi pasur disa ankesa nëse mund t'i quajmë dhe sa i përket angazhimit të kryeministrit në detyrë që ka pasur gjatë gjithë kësaj kohe, si e keni parë këtë ku edhe herën e kaluar e kam pyetur që deri vonë ka qëndruar në Mitrovicë, njësoj ka vepruar edhe gjatë ditës së djeshme. Është të vërtet se ka pos tendenca edhe për me bo tension e presion, edhe prom deri në orët e hershme të mëngjesit ka pos lëvizje të makinave të cilat janë raportuar në polici. Pjesa dërmuese e tyre kanë qenë me zerrone. Pra është pjesë e çështje që unë besoj se organet kompetente e kanë bërë punën e vet dhe janë duke bërë punën e vet, kështu që besoj tek policia e Kosovës, besoj tek organet kompetente, e duke patur parasysh që besoj tek këto institucione, besoj se edhe do të jetë zgjedhje të lira. Po sot ka qenë gjithçka në rregull që nga orët e hershme të mëngjesit? Në bazë të informacioneve unë që i kam, çdo gjë ka qenë në rregull. Suksese. Faleminderit juve. Alo, shumë mirë. Hajde në tira. Ditën e mirë. Hajde rruga mo.